ndikimet mund të jenë të shumëfishta. Ndikimi i parë që mund të ndjehet është pikërisht në konfidencën e ekonomive të vendeve të ndryshme, jo vetëm e vendeve të zhvilluara, por edhe vendeve që janë duke zhvilluar, për shkak se ndalen investimet kapitale në këto vende. Bazojmë në vendin si Kosova, ne duhet mendojmë tashti nëse kemi një konsistencë të kësaj krize në vazhdimsi, duhet mendojmë që shumë njerëz do i humbin vendet e punës, që bankat do të kenë një farë përjetojnë një farë lloj stresi. Natyrisht bankat tona dhe bankat evropiane janë mirë të kapitalizuara, nuk ka kriza aty, nuk ka shqetësim se nuk ka likuiditet në banka, por gjasat janë që investitorët i duan, domethënë duan tërheqjet e investimeve të tyre. Kjo tërheqje mund të shkaktojë një lloj, si themi, ndikimi asimetrik në sistemin bankar. Momentalisht nuk e kemi aty, atë problem, nuk jemi në atë fazë, por nëse vazhdon në mënyrë konsistente kjo qasja e administratës Trump, por edhe after efektet ose pas efektet e ndaljes së frekuencës së tregtimit global, atër efektet janë domethënë në sentimentin ekonomik, për shkak se investitorët nuk duan të investojnë sepse nuk janë të sigurt që do ta marrin një kthim të konsiderueshëm në investimet e tyre, do të ndikojë në rritjen e nivelit të borxhit të shteteve, që është shumë problematike sidomos për Evropën. Ne si Kosovë jemi në 17 deri 22% të borxhit publik, por ka vende në Evropë që janë mbi 100% me borxhe të ngarkuara. Kjo do të arrisë masën e stimulimeve fiskale, siç që patëm për shembull krizën me pandeminë COVID-19, ku disa shtete u futën në borxh deri në fyt për të ndihmuar njerëzit që qëndrojnë në shtëpi, për t'i paguar ata në mënyrë që të mos kemi krizë sociale e ekonomike. Pra, efektet pastaj, siç e thanë edhe parafolësit kolegët, efektet në biznes. Sentimenti i biznesit edhe ndërmarrësisë është shumë i rëndësishëm në këtë zinxhirin ekonomik, jo vetëm lokal, nacional, regional ose kontinental, por global. Domethënë, nëse biznesmenët, ndërmarrësit e ndjejnë veten se nuk janë të sigurt të prodhojnë, nuk janë të sigurt të krijojnë, të bëjnë shërbime, nuk janë të sigurt të ndërtojnë raporte të reja, edhe si themi network me kompani tjera, atëherë kjo do të jetë shumë problematike për shkak se paraja do të parkohet në banka, nuk do të lëviz, nuk do të kemi qarkullim, edhe kjo natyrisht çon një farë deri te një farë lloj krize ku shtetet, qeveritë, sovranet do të jenë në borxh, humbje të vendeve të punës edhe gjithsesi rreziqe gjeopolitike që dalin jashtë kontekstit ekonomik. Po, kushtrema, konsideron se qeveria e Kosovës është e aftë dhe e ka parasysh gjithë këtë rrezik që mund t'i kanosët, duke marrë parasysh edhe reagimet e kopaskoshme, nisur edhe nga ky reagimi mbrëm, apo jo, i ministrit ku morë me çështje krejt banale, absurde, duke qenë që të mirët me atë çfarë në fakt është me rëndësi, apo jo? Fatkeqësisht këtu te ne shumë çështje që nuk duhet të ishin fare luftë politike, po shndrohen në luftë politike për interesa të ndryshme. Nuk është në interesin e askujt të diskutoj apo punon deri në orën 4, apo punon deri në orën 5, apo deri kur. Dhe nuk na intereson në fund të ditës. Nëse shumë në vende të tjera evropiane po punojnë në 24 orë për me bazë zgjidhje. Edhe ne do të punojmë në 24 orë, asgjë s'ka të keqe. Situata është e tillë, gjithë bota është në një stres të përgjithshëm për shkak të këtyre zhvillimeve që po ndodhin me administratën.